Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë edhe ditën e sotme me mua Tirona Lili. Njëherë dua t'ju uroj të gjithëve një të diel të bukur, të diel të mbar. Shpresoj që të kaloni bukur, shpresoj që të argëtoheni në familjet tuaja dhe të gëzoni sot këtë ditë fantastike. Do të nisim, do të flasim sot, do të komentojmë ngjarjet e mbrëmshme në Big Brother VIP Albania. Ina, Stelina, Casey, Miri, Selina, Gerta. Në fakt është kjo gjashja që unë kam përzgjedhur që të komentoj në këtë pikë të lojës që po bëhet në Big Brother. Mendoj që loja ka marrë një rrugtim krejtësisht ndryshe, loja ka marrë një rrugtim tjetër. Banorët tashmë kanë filluar që të nxjerrin ato qëllimet edhe anët e tyre të vërteta, jo me dëshirën e tyre, sepse kishin nisur që këtë rrugtim në fakt ta bëjnë me mendime të gënjeshtër, domethënë me gënjeshtra, por siç duket produksioni mbrëm, hapi i bukur kartat e marrëdhënieve të tyre. Në fakt, Miri dhe Selina ishin çifti i cili më së shumti ishin në qendër të vëmendjes. Mendoj që Miri arriti të kupton deri diku që po përdoret nga loja e Selinës dhe nuk është se ka ndonjë ndjenjë këtu në mes, por ishte e dukshme më që Gerta i dha mesazhin që Selina në thonjza nuk e kuptoi nga babai i saj, që do të thënë të largohet automatikisht nga Miri dhe të bën lojën e saj, të tregon qëllimin e saj, përse është brenda shtëpisë së Big Brother, i cila është arsyeja dhe çfarë qëllimesh ka Selin. Ndërsa Miri, domethënë Miri mendoj që mbeti i thyer në këtë mes, ashtu siç unë në fakt e kam thënë gjithmonë në videot që kam komentuar. Miri në momentin që do ta kupton të vërtetën që Selin nuk ka ndjenja për të, por thjesht e ka aleancën më të mirë për të ndërtuar lojën aty brenda, do t'jetë në fakt vrastare për të dhe pikërisht ashtu ndodhi. Miri u lëndua shumë edhe pse pas përfundimit të Prime-it, Selin mundohej që të ishte afër Mirit, gjithashtu dhe Miri afër saj, përsëri domethënë pa marrë parasysh se çfarë u fol, ato të dy e gjejnë atë ngrohtësinë te njëri te tjetri, po mendoj që Selin është pak më e djallëzuar në këtë drejtimin dhe Miri nuk arrihet dot ta kupton situatën. Por gjithsesi domethënë mbetet për tu parë raporti i tyre, unë nuk mund ta quaj më raport prej natës së mbrëmshme, aty tashmë ka një thyerje, ka një rrugtim, le të themi, të bllokuar në mendime mes Mirit edhe Selinës dhe kështu që tani më Miri ka një lloj pasqyre se si do ta vazhdon lojën aty brenda. A do të vazhdon Miri i ndarë, domethënë a do të vazhdon Miri të luan më së shumti vetëm apo do luan me lojën e Selinës? Kjo do të mbetet në fakt për tu komentuar dhe për tu parë në ditët në vazhdim se si do të jetë qasja dhe si do të jetë loja. Nga Miri, nga Selina, do të kalojmë tek Stelina, Casey dhe Ina. Tani, produksioni vendosi mbrëm që të publikon një video ku Casey është duke u puthur me Stelinën. Më duket pak e çuditshme në fakt, nuk dua të them që është shpifje, nuk dua të them që është gënjeshtër, po më duket pak e çuditshme, si mundet një produksion, një program të këtill me kaq shikueshmëri, të postoj një video ku një nga banorët në jetën e tij private, domethënë nuk është puthur brenda shtëpisë së Big Brotherit, nuk është puthur në ambientet e topit, por në jetën e tij private, jashtë televizionit, jashtë Big Brotherit, po puthet me një vajzë dhe normalisht kjo po bëhet publike. Unë mendoj që pasi që banorët kanë qenë të përzgjedhur prej muajsh më herët për të qenë pjesë e këtij kasti, mendoj që është pak edhe me kastile. Domethënë le të jetë gabim, por ky është mendimi im. Mendoj që është me kastile, mendoj që është një skenar krejtësisht i punuar nga Casey, producentët ndoshta, vetëm e vetëm për të rritur atë të ashtu quajturën klikimet. Dhe nuk më duket shumë reale, me thënë drejtën, kjo marrëdhënia e Inës edhe Caseyt dhe hyrja e Inës në shtëpinë e Big Brotherit. Ka qenë një hyrje e përfolur më herët, edhe nëpër emisione Ina ka thënë që unë do të jem pjesë e kastit, domethënë është një diçka që mua më çon të dyshoj jashtëzakonisht shumë se mos vallë është diçka e stisur, por gjithsesi domethënë le ta komentojmë këtë sidoqoftë ajo.
Unë mendoj që Stelina tani ka një lloj fotografie për Kesin, edhe pse nuk është gjë në fakt që duhet të gjykuar, sepse Kesi në atë kohë ka qenë i ndarë me Stelinën, marrëdhënia e tyre ka qenë e prishur dhe derisa marrëdhënia ka qenë e prishur, ai automatikisht ka mundur të bëjë çfarë të doj vetë dhe ai e tha që jemi puthur kur kemi qenë të birë, domethënë, por siç duket, Ina ka hyrë me qëllimin që domethënë të shkojë tek meshkujt që në fakt janë më të komentuarit jashtë dhe të shkatrojë në një farë mënyre ato marrëdhënie, më të prishë ato marrëdhënie dhe Ë, ajo të shndrohet në gocën më të komentuar dhe më të përfolur të rrjetit. Tani vajzat të cilat të bazuar nëpër edicionet e tjera, të cilat kanë hyrë me këto qëllime, nuk është se kanë qenë vajza afatgjate, nuk është se kanë qenë vajza të cilat domethënë, kanë qenë, shumë, brenda kësaj, loje, domethënë gjithmonë kanë hyrë me këtë qëllimin dhe vetë loja i ka distancuar dhe mendoj që Ina nuk mundet t'ia arrije qëllimit për ta ndarë domethënë Kesin dhe Stelinën, por gjithsesi le të shohim në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë në raportin e tyre. Domethënë është krijuar një lloj energjie në shtëpi shumë interesante. Shtëpia është ndarë, le ta themi, në 2 çifte, domethënë telenovela Miri dhe Selina dhe Greta në mes që Kunata dëshiron t'i ndanë, e ngjashme me ato telenovela turke dhe do shohim se sa do të arrijë Kunata t'i ndanë, sepse goditjet mbrëm nga ana e Selin nuk ishin të lehta kundërdrejt Gretës, domethënë ishin goditje të rënda dhe në anën tjetër kemi Kesin, Inën, Stelinën që tashmë shoh që Stelina domethënë është e vendosur që nuk do të vazhdon me Kesin dhe mund të krijohet një frymë e re dashurie që në këtë mes domethënë Kesi mund t'ja beson energjinë e tij, shpirtin e tij, zemrën e tij, një vajze siç është Ina. Domethënë, ndoshta edhe mund ta bën këtë për akmarrje të dashurisë kundërdrejt, në këtë rast të Stelinës. Domethënë kemi një shtëpi tashmë të lëmsh, një shtëpi për ta rregulluar. Si me thënë një litare kemi të lidhur top dhe ky litari tashmë duhet zgjidhet dhe duhet kuptuar fillimi apo fundi se nga t'ja dalim në këtë litar. Domethënë kemi shumë bomba në këtë Big Brother. Nata e mbrëmshme ishte një natë që në fakt ndau shumë gjëra, solli shumë detaje, solli shumë pikpyetje tek banorët, gjë për të cilën unë dua të marr mendimin tuaj, si shikoni ju këto raporte, si shikoni ju këto çifte dhe çfarë në fakt mund të presim ne nga këto çifte brenda këtij spektakli. Domethënë, do të kemi një çift apo thjesht janë interesa lojash që do të vazhdojnë edhe në vazhdim?